Ndodhi lum parash në dasmën e motrës. Myrto Uzuni shpërthen ndaj kritikëve, ka shumë xhelozi, ja kam siguruar familjes të ardhmen. Sulmuesi kombëtares Myrto Uzuni ka reaguar në Instagram lidhur me komentet negative dhe ofenduese që mori nga komentuesi të rrjeteve sociale pas videos virale nga dasma e motrës së tij ku ai u shfaq duke hedhur lum parash. Gëzimi i tij familjar dhe gjesti që bëri për të festuar lumturinë për martesën e motrës u keq interpretua nga shumë përdorues të rrjeteve sociale. I ndodhur në qendër të vëmendjes, sulmuesi reagoi me një mesazh të gjatë në rrjetet sociale, duke sqaruar se gjithçka ka qenë një moment i pastër gëzimi familjar. Videoja e hedhjes së lekëve ishte thjesht një moment gëzimi për motrën time. E di që ka shumë xhelozi, por unë jam ai që kam qenë zero dhe sot ja kam siguruar familjes të ardhmen. Faleminderit Zotit, shkruan ai. Uzuni thekson se nuk ka bërë asgjë të gabuar duke kujtuar sfidat e së kaluarës dhe rrugën e mundimshme drejt suksesit. Nuk i shpenzova lekët nëpër diskoteka duke hapur shishe. Çfarëdo që të bësh, dikush do të komentoj. Unë vetëm bëra atë që ndjeva. Në fund të mesazhit ai falendron të gjithë ata që e kanë mbështetur. Faleminderit atyre që e kuptojnë dhe respektojnë gëzimin e familjes. Gëzim paçi në familjet tuaja, me respekt familja Uzuni, shkruan ai. Ja dhe postimi plot. Sqarim. Familja numër 1. Video e hedhjes së lekëve ishte thjesht një moment gëzimi për motrën time. E di që gjithmonë ka shumë xhelozi, por unë jam ai që kam qenë zero dhe sot kam arritur t'ia siguroj familjes të ardhmen. Faleminderit Zotit. Nuk i shpenzova lekët nëpër diskoteka duke hapur shishe. Do të ketë njerëz që gjejnë arsye për të folur. Edhe po të mos kisha hedhur, dikush do të kishte komentuar. Pra, çfarëdo që të bësh, nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Unë vetëm bëra atë që ndjeva dhe nuk bëra asgjë për t'u keq kuptuar. Faleminderit atyre që e kuptojnë dhe respektojnë gëzimin e familjes. Gëzime paçi në familjet tuaja, me respekt familja Uzuni.